këtë opinion, o ku me të apru kërejt dosjen, merë ma si premtim publik, kërejt dosjen, qka nesër? E mërkure. Nesër dhe në fund të orarit, kërejt dosja që është dërgu në prokurori, ki me posti. Nëse shihemi mas ditët në Trepsha Bashkimi, e ka diskutojmë. Nëse jo, ku të kom ku. Në plan e kom e shku. Nëse shihemi mas ditën, nëse jo e flasim, po nesër pe pres dosi. U kry, deri nesër, dhe thëtë, a me pruk të në studia, apo dikur? Jo, vishë dërgoma një mail, në regull jemi... Jo, për një mail atë dhe thëtë nështë a blokot email, ma mirë hard copy, që ashtu sa është. Në hard copy vije marrë hishtë të lashja ma e vogël, minister, perfekt. Dhe ditë qka tjetër, përshka këse për shamull e ndëgjesha në kuvend, para pak dite, kur ishëm këtë përpjekjen edhe dikun kokë batuta, dikush thëmbimbe me stjerës. Edhe dhe thëtë e ndëgjoha ma dje dhe Lutfia Zirin duke full për morra dhe për rishna. Dhe thëtë se luta s'pëdia është eksperti patologjisa, fitofarmacist, s'pëdi qka është. Ma që merët njeri me politikë. Po, tash, jeve që më boni shumë për shtypje, dhe se vaj u merë me këtë temë. E tash, mes tjerash, lojmi skandaloz, peci, skandalin e madhë, 1 milion euro, huqje, jë, i laqin... Për rishna u ble për morra, po, cili është shpjegimi? Në krejt vendet e bashkimit evropian, te je djali ledzu shumë dine dhe gjutë huja, hinë edhe hullëm të e. Mjatri. Shumë mjaftojnë. Dhe thot, gjatë gjithë përdërimit fazave përdoret deltanil me karencë 0. Deltanili përdoret të kafsh për me bo procesin e repelimit. Edhe për me parandalu rëzicet dhe thët e rishnave krime Kongo, apo që shquen ato, për cilët fatkecish në një fazë ka pas probleme shumë serioze në Maleshev. E për cilët institucionet e Republikës Kosovës e kanë riziku shëndetin publik Maleshev se 3 ose 5 vite nuk ka pas hiq trajtim të këti problemi. Edhe ne kemi bo trajtime këti problemit, edhe ka dal një ekonomist që ka thonë, ja, deltanili nuk është produkti adekuat, kjo është huqje për shkak se të gdelit bën, e të lëp bën, po të dhejt zbën, edhe që ato e ka thonë një ekonomist. Etash, unë po ju të regoj juve, në bost analizave, që sistemi deltanil është i duhuni. Me karencë 0, për shkak se karenca 0 në nënkupton që mos me pas kur fare efekti se rreziku me përdojnë dhe një tretman tjetër, ku ka karencë edhe aja shkon të qumshti, edhe qatë qumsht e pinë fëmija e Kosovës dhe qytetarë, rreziku për smundje është i hatashëm. Qito e parandalën vetëm kë tretman deltanil që është prodhus francez, e që përdoret në krejt vendet e bashkimit evropian. Dërsa në Kosovë dolin ja 2 portale edhe flasin për sistemin shkencor që e kontestojnë shkencën e Francës dhe të Evropës. E që këj produkt është ble prej vitit 2013 dhe në vitin 2025 Kosovë. Qysh vazhdimisht është ble i njëjtë e si vjetë u bo zhurma? I njëjtë është ble prej vitit 2013 dhe në vitin 2025 edhe dul skandali pecit. Qysh mërë dul skandale mas 12 viteve, kur ajo është produkt... Se 12 vete kena ble produktin e njëta. Ka t'i shka në raport auditimi që shkruun që e kena ble gabim, a ka na janë kesë ma herë për qëtë produkt? është një draft raport që e ka bo një ekonomiste. Ajo dikush ja ka ngritë si shqetsim, po njëti produkt që është prodhim francez, që e përdorin që ka karencën 0, që e repelion lopën, po nuk e ka asë një rrezik, e përdor këtë Evropa.